Maqedonia është në krizën më të madhe që ka qenë ndonjëherë në historinë e vetë si shteti i pavarur. Maqedonia pra është në prag të një lufte civile. Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për mos më ia dhanë mandatin shefit të opozitës, njeriu të dytë që ka fituar zgjedhjet në Maqedoni, do të thotë shkelje me dy kambe kushtetutës Maqedonisë. Përpjekja e Ivanovit pa presidentit Maqedonisë që topin me hudhë të shqiptarët, kenë se një shtetë fqiv ka bëf atë deklarat, që ishte deklarat e rëndësishme, po ishte një deklarat mes partive politike shqiptare e cila nuk kalon me asnjë pikë dhe me asnjë presë e konizën marrëveshje të Ohrit. Tashti pse kjo ju duhet përsëri, mire thoshte Ali Ahmeti në reagimin e menjëhershëm se tani është shumë e rëndësi që problemi brenda etnik në mes VMRO-s dhe SDS-it mos të kaloj në problem shqiptaro-macedon, për shkak se Macedonët si e dilën për rrugët e Shkupit dhe qyteteve të tjera të Maqedonisë, po përpiqen me çdo kusht që të krijojnë një konflikt shqiptaro-macedon. Unë jam i bindur që shqiptarët janë pjekur, janë ngritur në atë shkallë sa të kuptojnë këtë edhe me asgjë të mos provokohen për një konflikt. Maqedonia nuk ka kapacitete të dalë prej kësaj krize. Duhet një intervenim ndërkombëtar, i çfarë lloji do të jetë ai intervenim do ta shohim, po unë pres duke u nis prej tani që shefja diplomacisë evropiane Mogherini vjen në Shkup, e në ditët e ardhshme pres një impenjim të faktorit të rëndësishëm të Brukselit dhe të Washingtonit për zgjidhjen e problemit, për shkak se shifet hapur që Maqedonia ose shkon ka shkapërderdhja, ose i duhet një injekcion ndërkombëtar që dal nga kriza ku ka rënë vetë, me fajin e vetë dy subjekteve politike kryesore atje. Vendimi i kryetarit Maqedonisë Ivanov vetë shpërfaq politikën e këtyre forcave, politikë e cila është shoviniste në raport me shqiptarët, dhe tregon natyrën e vërtetë të shtetit të Maqedonisë, i cili qëndron ashtu si është në kurriz të shqiptarëve, në kurriz të drejtave tyre si qytetarë të barabartë të Maqedonisë siç do duhet ishin. Do thotë kjo është një vazhdimsi, vetëm se ka shpërfaq pak më fort, pak më qartazi qëndrimin e Ivanovit dhe të forcës prej nga Vienaj, VMRO DPMNE, se si ata e mendojnë raportet e maqedonëve dhe shqiptarëve, pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, dhe si mendojnë që Maqedonia duhet duket edhe në të ardhmen. Që është një tensionim i ri i situatës në Maqedoni. Ne mendojmë se shqiptarët më shumë se kur duhet të bëhen bashk. Ne mendojmë që atyre si kur më shumë Tirana duhet i përkrah, edhe Prishtina, edhe pse jemi skeptik në autoritetet e Prishtinës për shkak se ata gjithmonë duke marrë parasysh paradigmën e stabilitetit, më shumë kanë mbrojtur anën e këtyre forcave maqedonase se sa të drejtën e shqiptarëve. Dalja nga kjo situatë është këmbgulësia e shqiptarëve për të kërkuar ato të drejta që ju takojnë. Do thotë këta asesi nuk do të lejojnë që Gruevski të krijojë qeveri, asesi nuk guxojnë të lejojnë që kjo shtypje të vazhdoj, por të organizohen sa më fuqishëm, të lidhen mes vete sa më shumë, të kërkojnë ndihmën dhe të marrin ndihmën nga Tirana dhe Prishtina, në mënyrë që edhe këto forca maqedonase të kuptojnë njëherë për gjithmonë se nuk ka Maqedoni pa barazim me shqiptarët, apo pastaj duhet mendohet për opsione tjera.